Hoş geldiniz. Bugüne kadar benden Türkiye'ye niye geldiğimle, Arnavutluğun tarihiyle alakalı video yapmamı istiyordunuz. İlk defa bu konularla alakalı video yapacağım ve bundan sonra da Arnavutluğun iç savaş dönemidir, komünizm zamanıdır, yine İskender Bey'dir, Arnavutluk tarihindeki önemli olaylardır. Bunlarla alakalı video yapacağım. Ama bu videoda Arnavutça konuşacağız. Çünkü benim daha bebek olduğum zamanları anlatacağız. Anlatacağız diyorum da ben anlatmayacağım. Annem anlatacak. Kendisi zaten gazetecilik yapan, oyunculuk yapan, medya sektöründe olan birisi ve bakanlık adına da birçok çalışma yaptı. Beraber Balkanlarda birçok belgesel çektik. Şimdi de kendisi Türkiye'ye nasıl geldiğimizi anlatacak. Benim çok hatırlamadığım zamanları size aktaracak. Ama onun zaten bir kitlesi var. Şu anda ek olarak YouTube'da bir kanal açtı ve 90 yaşında, 100 yaşındaki Arnavutlarla röportajlar yapıyor. Göç öyküleridir, 2. Dünya Savaşı'dır. Bunlarla alakalı hatıraları aktarıyor. O yüzden onun takipçi kitlesi Arnavut olduğu için ben de Arnavutça konuşacağım. Yine de Arnavutça bilmeyenler için Türkçe altyazı ekleyeceğim. O yüzden herhangi bir problem olmayacak. Sen istiyorsan kendini biraz tanıtabilirsin. Sonra sorulara başlarız. Merhabalar, ben Mimoza Elezi. Dion'un da söylediği gibi Dion'un annesiyim. 24 yaşlarında Türkiye'ye geldim ve o zamandır bu yana da Türkiye'de yaşıyorum. Evet, Dion'un kanalında olmak ve gerçekten Dion izleyicilerin karşısında olup da hani yaşadığım çocukluk döneminde, o komünizm döneminde, iç savaş döneminde ve Türkiye'nin gelişine kadar beni fazlası heyecanlandırdı. Yıllardır kameranın karşısındayım, televizyondayım, hiç heyecan yapmadım. İlk defa böyle ellerim titriyor diyebilirim. Yani Olan'la beraber olmak bambaşka bir şeymiş. Aslında biz Dio ile beraber anne oğlu çok filmlerde oynadık. Hiç de bu kadar zor olmamıştı. Çünkü orada bir rol var ve biz o kılığa girmiştik ama yani bence Arnavutça geçelim ya, olmaz mı? Geçeriz, şeyi hatırlatayım. Bahsettiğim annemin videolarıyla alakalı eğer daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız zaten kendi kanalını hem açıklamaya koydum hem de yoruma sabitledim. Dileyenler Rumeli TV'de yaptığı yayınlar için ya da Arnavut Devlet Televizyonu'na gönderdiği yayınlar için kanalı takip edebilir. Ta vazhdojmë në pyetjen e parë. Atëherë të marr pyetjen e parë. Si ishte Shqipëria në kohën e komunizmit? Si ishte Shqipëria në kohën e komunizmit? Një pyetje që kërkon një përgjigje shumë të gjerë, por është e pamundur që të cilësoj të gjitha çështjet e kohës së komunizmit, por si çdo etapë politike dhe si çdo gjendje udhëheqje, edhe koha e komunizmit kishte avantazhet dhe disavantazhet e saj. Shqipëria ishte e mbyllur me botën. Populli ishte i adoptuar veç se të punonte dhe të krijonte bukën e gojës. Se ishte një Shqipëri që ishte copëtuar dhe sidomos mbas daljes së luftës së dytë botërore, në shumë fshatra të Shqipërisë dhe patjetër në zonat malore nuk dua t'i theksoj, nuk ishte ujë, nuk ishte drita, nuk ishte rrugë, nuk ishte ekonomi, nuk ishte fabrika, nuk ishte uzina, nuk ishte spitale, pra nuk ishte asgjë, sepse Shqipëria që prej shekush është pasuar nga dëme të mëdha të fuqive të ndryshme që e kanë sulmuar. Pra kishte dalë nga një luftë e dytë botërore, ku populli ishte i varfër dhe duhej të themelohej një Shqipëri e fortë. Mbasi ishte i detyrueshëm komunizmi, mendoj. Pse? Sepse nëse nuk do të ishin mbyllur dyert me botën e jashtme, pjesa më e madhe e shqiptarëve do të emigronin jashtë shtetit në vendet e Evropës, në vendet më të largëta, për të krijuar një jetë sa më të lumtur, për të fituar sa më shumë lek, edhe patjetër që kështu me vajtjen dhe ardhjen e emigrantëve, shqiptarët do mësonin se bota jashtme ishte shumë më e fuqishme nga ana ekonomike, jeta ishte më luksoze, pra ne ishim në zero dhe kështu që të gjithë do tentonin të largoheshin. Por mund të them që duke krahasuar me shtetet e tjera që ne mësuam më vonë,
edhe që po e mësoj edhe akoma dhe sot nga mikeshat e mia të cilët në ato kohë kur ne nuk kishim dieni për botën e jashtme, ato dilnin jashtë me grupet e tyre të folklorit, shkonin në Francë, shkonin në Kinë, shkonin në Angli, shkonin në Amerikë, por në atë kohë nuk mund të flisin, po sot tregojnë se jeta pas ka qenë me të vërtetë shumë e bukur jashtë shtetit, kur ne mendonim se ishim populli edhe shteti më i pasur në botë, gjithçka ishte e mrekullueshme, bota po vuante nga varfëria, nga mjerimi, por ne kishim gjithçka dhe ne mendojshim se ishim në paradajs, kur me ato që po mësoj akoma dhe sot, mund të them që kishim qenë të mirë. Pra edhe asgjë nuk ishte e mjaftueshme. Po të flasim për fëmijët e botës në atë kohë që e kanë njohur çokoladën para neve, ne në atë kohë nuk dinim çfarë është çokolata. Tash djatëri e duan komunizmin mrapsh, se janë të pa ke televizori, ke filmat, e ne janë të menu se është komunizmi një gjohë mirë. Më bo komunist, je të fëty kretë gjonat, je zengin. Në komunizëm nuk ka zenginlik. Në komunizëm është gjithçka, komunizmi mund të jetë shkalla edhe më e lartë e një sistemi ku mund të flasim që duhet të ketë barazi, por ajo që jetuam ne nuk mund të them që ishte një barazi edhe një jetë luksoze, sepse i kishim syet të mbyllur nga gjithë bota, nuk kishim dieni nga asgjë. Ato çfarë na tregonte, mund të them që edhe historinë që e kemi mësuar ne si shqiptar, e kemi mësuar ndryshe. Gjatë komunizmit ishim të detyruar të shkonin nga një fshat në fshatin tjetër që të mësojnë. Po kjo ishte diçka e bukur e komunizmit. Pse? Sepse të gjithë ishin të detyruar të dërgonin fëmijët në shkollë. Pra, nëse ti ke fëmin, edhe thu, jo, unë nuk do të dërgoj fëmin tim në shkollë, ty të vjen qeveria në derë, të vjen edhe gjop, të çon edhe në burg, të çon edhe në internim. Pra, këto ishin anët pozitive. Dhe ana tjetër po kishte disiplinë, po. Por ishte edhe ana tjetër pozitive që kishte komunizmi, pse të gjithë burrat edhe gratë punonin në një vend. Pra nuk kishte dallim gjinie, sepse dallimi i gjinisë nuk është një anë pozitive që mund ta ndërgojë në si të them, në një kulturë të lartë. Sepse në qofta se bën dallimin mes grave dhe burrave, do të thotë që të shtypësh te ajo që është shtypur gjithmonë gjatë gjithë jetës dhe historisë është gruaja. Por gruaja, nëna është ajo që lindën fëmijë, fëmia është ai që mësimet e para i merr nga nëna e tij, dhe nëse nëna është e shtypur, patjetër që brenda në mendjen e saj do të jetë një psikologji e shtypur dhe kështu që do të lindë dhe do të rrisë një fëmijë që do ta mësojë me shtypje dhe kjo nuk është në të mirë të popullit. Ana tjetër pozitive mund të them ishte kjo se nuk mund të gënjenim, nuk mund të bënim shumë mashtrime, sepse kishte shumë spion dhe këto spion të spiononin dhe gjithë familja digjej. Nuk kishte prostitucion. Patjetër që dhunime kishte, sepse të jesh i shtypur dhe të jetosh me frikë dhe të vrorasës vetëm për një person, kjo nuk është një liri e plot edhe nuk është një gjë që mund ta adhurojmë. Por patjetër që në brendësi të kësaj a nuk kishte masakrime, a nuk kishte rrahje grash, a nuk kishte përdhunime familjare, patjetër që ka pas, po kanë ngelur të fsheta. Nuk besoj që nuk ka pasur, sepse nga afër kam pasur të njohur familjar të afërt ku femrat gjithmonë janë rrahur nga burri i tyre, nga vjerri i tyre, nga kunati i tyre, janë lënë pa ngrënë, por ato nuk do të denonconin dot në polici pse ishte familja që i shtypte i thonë nuk do flisni. Se turpërohemi, na shajnë bota dhe femrat e shkreta ishin në dur të atyre burrave që ishin martuar nga familja edhe mbase nuk i kishin zgjedhur vet. Atëherë ropt kështu janë. Për jashtë janë tu pa shumë mirë, shumë bukur, pa problem, po mren kanë i tur problem. Ne themi në Shqip e di vorba, çfarë ka brenda? Jane, se çfarë zin vorba e di bre, mund të ketë vetëm ujë, mund të ketë grosh, mund të ketë mish, mund të ketë një kokororis. Pra nga jashtë mund duket shumë bukur, por nga brenda, nëse më pyet se don ta jetosh edhe një herë komunizmi, jo, nuk dua ta jetoj një herë komunizmin, nuk më pëlqen. E vetmja gjë që mbase më tërheq edhe them vetëm këtë të kemi, do ishte kjo që të kishim një ekonomi sa më të mirë, të kishim një udhëheqje sa më të mirë në vendlindjen time dhe mos të detyroheshim të merrnim botën. Pse? Unë si person do kisha dëshirë që në ditëlindje ose në një ditëlindje e fëmijës të kisha gjithë farefisin tim, kur bëhet një vdekje ose një lindje ose një dasëm, të jemi të gjithë farefisin tim, se i themi dikujt daj, i themi dikujt axh, i themi dikujt hall, teze, pra këto janë farefis që ne shqiptarë deri në 7 breze nuk bëjmë martesa mes njëri tjetrit dhe farefisi pra gjinia familjare ka një rëndësi shumë të madhe, mirë po kurbeti edhe kohët e vështira që kaluam na detyruan që të largohemi edhe të jemi larg nga gjaku jon edhe të bëhemi të huaj për njëri tjetrin. Pra çdo kush të shikojë jetën e vet.
Kur atëherë në çdo rast ishim të gjithë të bashkuar dhe kjo ishte diçka e bukur. Se është diçka e bukur kur e shoh fëmijën që të rritet duke lozur me kushëririn e vet edhe kjo të jetë në mënyrë vëllazërore. Po, me të vërtet, kjo është një pyetje tjetër ose një pyetje tjetër se sa të dobishëm janë farefisi. Pyetja e dytë është, çfarë rëndësie kushtohej arsimit? Arsimi zinte një vend të rëndësishëm në kohën e komunizmit. Pra, pa dallim të familjeve, pa dallim të zonës ku jetohej, çdo kush ishte i detyruar që fëmijët t'i dërgonte në shkollë. Pra, ishte shumë i detyrueshëm dhe jo vetëm fëmijët që ishin në moshë për të vazhduar shkollën, por edhe ato mosha e madhe të cilët nuk kishin arritur që të studionin, edhe ato nga qeveria në atë kohë mundoheshin që të mësojnë të shkruajnë dhe të lexojnë. Arsimi ishte i barabartë për të gjithë. Pra, kishim 4 vjeç shkollën fillore, që fillojmë në klasën e parë në moshën 6 vjeçe, 7 vjeçare. Ajo ishte 4 vjet, ishte shkolla 8 vjeçare, Orta e Kull. Pra, ishte shkolla 8 vjeçare dhe ajo 4 vjet, 8 vjet, ishte edhe 4 vjet shkolla e mesme dhe në atë kohë patjetër që Shqipëria ishte në zhvillim, në rritje dhe kështu që një pjesë e madhe, ato të cilët ishin shumë të suksesshëm në shkollën e mesme, direkt mund të kalonin një bransh pune, pra në punën që mund të zgjedhin, dhe mbas saj patjetër që vinte shkolla e lartë, pra universiteti. Ajo që më ka tërhequr gjithmonë vëmendjen dhe që janë përshtatur jashtëmase, ka qenë ushtarakja. Pra, ka qenë një deg tjetër mësimi që në shumë vende të botës kjo nuk është zhvilluar, besoj. Sidomos në shkollën e mesme ne kemi pasur degën e ushtarakës, ku të gjithë mësonim për të qenë ushtar të popullit. Kjo ka qenë dega më e veçantë, mund të them, që më ka tërhequr vëmendjen, sepse të fillosh në moshë të vogël, pra në moshën 16 vjeçare të marrësh mësimet ushtarake, të cilat ne këto mësime i ushtronim në repartet ushtarake së bashku me ushtarët dhe oficerët, merrim mësime si mund të përdorim armët. Kjo ishte diçka shumë e veçantë që mbase na bëri të ndihemi edhe shumë të fortë sepse ishin të përgatitur për luftë. Se do të ishte një popull i vogël ku në një krah kishim Greqinë, kishim në anë tjetër Serbinë, pra kishim popull që gjithmonë na kanë shtypur dhe gjithmonë armik mund ta sulmonte, prandaj ne të gjithë përgatiteshim për të qenë ushtarët e popullit. Dhe jo vetëm ne merrnim këto mësime, por edhe çdo qytetar shqiptar në kohë të ndryshme kishte disa seanca të cilët ato shkonin, merrnin 2 javë, bënin zbor. Atëherë, a kishte shkollë në çdo fshat dhe qytet? Gjatë kohës së komunizmit ishte e pamundur që të kishte shkolla në çdo fshat në qytet. Pse? Siç theksova më parë, ishim një shtet që nuk kishim ujë dhe drita deri në vitet 80, por në shumë vende ishte një shkollë e përbashkët ku fshatrat rreth i dërgonin fëmijët të studionin në ato shkolla, sidomos në fshatra dhe në malësi. Këto ishin kushte shumë të vështira për arsye se rrugët nuk ishin të asfaltume siç janë sot dhe kështu që fëmijët në moshë të vogël ishin të detyruar të ecnin me orë të tëra për të shkuar për të marrë mësimet e tyre, për të vajtur në shkollë dhe për shembull edhe shkolla ku unë kam marrë mësimet e para, shkollën fillore, ka qenë rreth 30 minuta larg nga shtëpia ime, ku në shi, në breshër ishim të detyruar të shkonim të lagur të bërë qull patjetër, edhe nuk mund të ngelnim vonë nga ora e fillimit të mësimit sepse hashim këto 5 vëllezërit të cilët mësuesi ose mësuesja hiç nuk nguronte në na jepte në fytyrë, edhe përveç kësaj patjetër larmoi familja që ne ngelëm vonë, edhe nga familja kishim të njëjtin dënim. Rrogat, a mjaftonin për ekonominë familjare? Si mund të përgjigjem se kjo mund të ndahet në shkallë të ndryshme, mund të ndahet në shkallën e punëtorëve të thjeshtë, në shkallën e fshatarëve dhe në shkallën e atyre punonjësve të cilët punonin për qeverinë që patjetër ato i kishin kushte shumë të mira se ne. Kjo megjithëse është komunizëm dhe duhet të ishim të gjithë të barabartë që nga i vogli deri i madhi, por kjo shkallë asnjëherë nuk është bërë dhe nuk bëhet, është e pamundur. Rrogat aq të vogla ishin saqë nuk di si të them. Duke folur për rrogat e mjaftueshme, mund të flas për familjen time dhe për të gjithë ato të cilët kanë qenë rreth familjes sime. Pra, për bashkëfshatarët dhe qytetarët e tjerë. Rroga, thuaj kjo që duhet një rrog të mjaftoj sa për bukën e gojës, se s'kemi nevojë për luks. Femrat nuk kanë nevojë të zbukurohen. Femrat nuk kanë nevojë të heqin vetullat. Femrat shqiptare nuk kanë nevojë për makijazh.
luksi jon është Shqipëria, luksi jon janë malet me lule, janë lumej që rrjedhin, janë fushat e begata, ku populli shkonte dhe punonte me këmbët në balë deri në gjuhë, kush kishte këpucë, kush nuk kishte këpucë, edhe ai që mund të kishte një palë këpucë elastiku, ku ato këpucë elastikut kur grisën do të lidhte me tela dhe jo me pesë, ishte e pamundur. Pra pjesa më e madhe e popullsisë mund të them që me atë lek që ka marrë, sa ka marrë frymën gjallë. Nuk dinim çfarë është frigoriferi, nuk dinim çfarë është lavatriçja, nuk dinim çka luksoze, është e pamundur. Edhe televizioni kur ka ardhur për herë të parë në Shqipëri që kemi filluar të parë, unë më kam qenë në moshën 11 vjeçare, me sa më kujtohet, jo të gjithë mund të merrnin televizion. U mblidhin të gjithë atje, 20-30 veta, duke parë televizion, edhe ai punonte me orë, 2 orë, 3 orë në ditë, 4 orë në ditë. Rrogat si mund të mjaftonin, kur edhe dritat nuk mjaftonin, se edhe dritat i kishim me orë. Pra dritat ishte ora që nga kjo orë deri në këtë orë përdoren dritat, edhe mbas darkë dritat fikeshin edhe ishte me kalimdore. Kjo ka zgjatë deri në rreth viteve 80. Çfarë pasojash solli rënia e komunizmit? Rënia e komunizmit solli pasoja negative dhe pozitive. Pasojat pozitive, pasojat nuk mund të quhen pozitive, por pasoja është pasojë. Ato pasoja që solli rënia e komunizmit, pra edhe sot përjetohen, sepse është ndryshimi i një sistemi nga një sistem tjetër, nga nata në ditë ose nga dita në natë. Pra, një ndryshim i madh. Dhe gjatë kësaj kohe patjetër që flasim për një popull që për 45 vjet ishte si i burgosur, pra si një qen i lidhur në pranga. Zgjidhet nga prangat e tij, për herë të parë shef një diell tjetër në sy, edhe është një qen i turbuar, i uritur, edhe gjithçka don ta përvetësoj. Për fat të keq edhe ne shqiptarët këtë e përjetuam, se në atë kohë u bën emigrime të mëdha. Pra, kur flas për një qen, nuk mund t'i them popullit tim qen, por ishim të burgosur për 45 vjet dhe ishim të etur për pak dije, për pak dritë, ishim të etur për botë dhe donim të merrnim pak frymë. Mbas vdekjes së Enver Hoxhës në vitin 1985, të gjithë njerëzit, të gjithë populli qante. Por këto lot nuk do zgjasin shumë, se brenda një kohë shumë të shkurtër, jo një kohë gjatë, por rreth mbas 5 viteve, do të përjetojë rënia komplet e komunizmit, ku populli u vërsul në përanie duke marrë dhënë e botës. Por kjo solli pasoja shumë të mëdha, sepse shumë veta vdiqën, shumë veta humbën jetën, shumë veta u bën pre e fuqive të jashtme, morën rrugën drejt Greqisë, morën rrugën drejt Italisë, morën rrugën drejt Turqisë, ambasadat u mbushën plot me shqiptar, anijet u mbushën plot me shqiptar, nëse një anije mbante një numër prej 300-400 vetash ose 1000 vetash, sasia e njerëzve që hypen në anije mbante 2000-3000 veta, pra 4-5 kat më tepër. Pjesa më e madhe e anijeve shkuan drejt Italisë, ku në brigjet e Italisë nuk i la Italia të afroheshin, edhe disa herë anijet i hodhën në det, edhe kështu që humbën njerëz shumë veta, ku në këto anije ka qenë edhe vëllai im. Nga ana tjetër, një pjesë shkuan në Greqi, ku për muaj të tërë punuan dhe grekët nuk i paguajtën lekët dhe një pjesë shumë të madhe i vranë, që ato e ka pësuar përsëri daja yt, ose vëllai im, që ka punuar 6 muaj dhe greku e ka bot sopso, e ka hedhë në kosht të plerave, mos me i dhënë lekun, se është shqiptar. Shqipëria u shkatërua. I ka bërë Xhaxhi Enveri këto pallate edhe populli vrapon e shemb ato pallate. Ka bërë Xhaxhi Enveri këtë fabrik edhe populli vrapon edhe shemb atë fabrik. Ka bërë Xhaxhi Enveri këtë shkollë dhe njerëzit shkojnë dhe shembin atë shkollë. Ka bërë Xhaxhi Enveri këtë rrugë edhe njerëzit shkojnë edhe prishin ato rrugë. Pra, një hakmarrje, po hakmarrjen e bën te vetvetja jon, sepse prishin gjithçka. Si terrorista janë të evo. Të gjithë. Janë të ebo zararin për vete. Kur mund të përmbyset një situatë, pra, dhe mund të vi një udhëheqje tjetër, kalon nga komunizmi në demokraci, po nuk është të thonë që të prishësh shtëpia, të prishësh pallatet, të vrasësh njëri tjetrin, të shkatërrosh rrugët, kur ato na duhet të përdorim. Budalliqet më të mëdha që mund të bëhen dhe s'besoj që një popull tjetër i ka bërë përveç se ne. E ne këtë Turqia e kam bërë 100 herë. O shqybotë të Turki sa fabrika, sa shkolla, e në ropët janë të eshem. E në masërin janë të thonë se ne nuk kina shkollë, nuk kina spital. E kishe e keshem. Po nuk ka i men, qa me bo? Të ashti kam një pyetje të madhe. Si filloi lufta civile e çfarë jetuat? Pra, po pyet për kohën kur ishe fëmijë. Unë isha beb. Ti ishe beb, ishe në moshën 2 vjeçare gjysmë atë kohë.
Me vërtet ishte një pyetje që nuk do kisha dëshirë as ta merrja, as ti përgjigjesha dhe as ta kujtoja. Sepse është koha më e vështirë e jetës time dhe koha më e vështirë që një gjenerat mund të kaloj. Lufta civile filloi pra nga pasojat e mëparshme që theksova me rënien e komunizmit dhe ardhin e demokracisë, ku nuk arritëm të kemi një qeveri udhëheqëse, nuk arritëm të gjejmë vetveten tonë si popull. Koha e luftës civile, pra po prekin të vitet 96-97, ku ishte një grusht tjetër i madh për popullin shqiptar. Ishte një kohë kur kishte disa vite që njerëzit kishin vajtur jashtë shtetit, po punonin, dërgonin lek në familje dhe po krijoi paksa gjendje ekonomike, po mundoheshin paksa pak të merrnin frymë edhe ne të themi që jemi njerëz, jetojmë si njerëz. Kur në këtë kohë ajo që krijoi për mendimin tim një grusht të madh që e përjetuam të gjithë që shkaktoi edhe luftën civile, ishin bankat falso. Pra bankat falso, e kemi jetuar edhe këtu në Turqi para ca kohësh, ku u hapën bankat që patjetër për këto kishte dieni edhe shteti, edhe të gjithë njerëzit për të krijuar një ekonomi, aty të gjithë fusnin lekët për të marrë një përqindje edhe për të krijuar një ekonomi sa më të mirë. Ato bankierët e mëdhej që i besuam. Ne nuk kemi mundësi me morë mrapsh. Jo, qeveria nuk ka çfarë t'japi, qeveria nuk paguan për këto raste. Kështu që falimentimi e këtyre bankave, falimentin nuk më them, por ato vjellësit hajdut të cilët kishin një përkraje, më merr mendja në atë kohë nga qeveria dhe nga grupet mafioze që shqiptarët për këto janë njohur kudo në botë për mafiat. Edhe patjetër që kjo ishte një goditje tjetër ekonomike, një ngritje në revolt të popullit, edhe qeveria nuk ishte asnjë fuqi që të shtypte këto greva, kështu që vazhdoi një acarim shumë i madh, edhe këtu ra qeveria, përmbysja e qeverisë, të gjithë fuqitë e armëve, pra depot ushtarake ra në dorë të popullit, se ishte koha kur ishin krijuar grupe shumë të mëdha të mafias, ishte koha kur ishin krijuar grupe shumë të mëdha për organet e brendshme. Pra qeveria ishte në zero si udhëheqje. Në atë kohë me qindra mijëra fëmijë të vegjël janë grabitur nga grupet mafioze dhe në sy të nënës, në sy të babës së tyre, ose janë marrë dhe dërguar diku tjetër, janë heq organet e brendshme për të shitër, edhe fëmijën të pretës sakatuja kanë hedhur në derë. Ne mburremi me të shkuarën, por harrojmë më të shkuarën më të afërt se kush jemi. Pra gjithmonë themi na bëri ky, na bëri ai, po në radhë të parë duhet të dalim para pasqyrës dhe të shikojmë veten tonë edhe çfarë shikojmë atje. Duhet në radhë të parë ne të bëjmë analizën e vetes son, pastaj të shortojmë të tjerët dhe pastaj të kërkojmë të tjerët, sepse gjithmonë kemi pasur krimin brenda. Çfarë ishin shkaqet që ju detyruan të largoheshit? Shkaqet ishin kaq të shumta saqë për të cilat shkaqe mund të flas. Pra siç theksova më parë, Shqipëria ishte në një kaos. Ishte mosmbrojtja. Nuk kishim një mbrojtje nga shteti, nuk kishim garanti jete. Ishin ato shkaqe që na detyruan të lëmë nënë e babë, të lëmë vëlla motër, të lëmë gjithë fëmijërinë dhe jetën, të braktisim atë dheun dhe të shkojmë diku ku nuk dim as gjuhën. Pra me 16 majs të vitit 1997. Ka qenë koha kur ne erdhëm në Turqi, pra gjithçka kishte marrë fund. Dua të kujtoj vetëm një rast nga ajo kohë, mbase mjafton si shkak. Nuk e di çfarë dite ka qenë, po vetëm si kohë, pra ka qenë koha maj, se ka qenë rreth 2 javë para se të vim në Turqi, kur shikoj në shtëpi nuk kemi asgjë për të ngrënë. Dyqani nuk ka asgjë, farmaci nuk ka, doktor nuk ka, ilaç nuk ka. Dhe vendosa të shkoj të futem në mes të plumave, dhe të shkoj aty ku grupet mafiozi kishin sjellë mangune të mëdhaja dhe po merrnin një magazin me ushqime dhe e dërgojnë ato e mbas e ruanin për ta shitur më vonë se do shqetësoi gjendja, dhe ishte uria edhe fëmijët e mi që qanin që të hanin bukë, ajo që më detyroi të shkoj të futem në mes plumbave për të marrë një thes oriz. Shkova në mes atyre, mora një thes oriz, ku një thes oriz ishte 50 kg dhe një thes sheqer ishte 50 kg. Kur unë vetë mund visha vetëm 54 kg, nuk isha më tepër e rëndë, thesi ishte më i madh se unë. Por nganjëherë njeriu kur nuk ka rrugëzgjidhje gjen ka një fuqi të madhe hyjnore. Kur më dolën ato djem që ishin aty përpara me dy fek me pushkë në dorë, lej thesën tokë ku po i çon kushjet ishin a merr ushqimet.
I thash ju po mushni makinat. Unë që marrë duthes që i kanë fëmit pa ngrënë, po vdesin nga uria, po jo vjen shumë, nuk japim as njeriu se po të marrin gjithë nuk angel gjë ne. Kur ato kishin mush ma unën, kur ndërkohë dikush e pa këtë skenë, ai që e pa ishte një shoku i vllajt tim, e kishte shok të ngushtë, i liri dhe direkt i tha ti çfarë bën tha? Pse ja ndalove rrugën? Jo, tha po nda merr ushqimet, apo merr thesët. Po ti tha kush është ajo? Tha se është motra e shokut tim tha. Edhe më tha moza, le ato thesët tok. Se ti dërgojë me dikë tjetër. Kështu që këto ishin kushtet, ishin faktorët, ato çdo gjonim çdo ditë, ato shikonim çdo ditë. Kishim frikë të dilnim jashtë, kisha frikë të hecja se dikush mund të kapte në përdorë dhe mund të merrte të shiste, fëmin tim mund të ma merrte, mund ta lente në mes të sheshit, edhe thonë të mi e plek ose fëmin ta shes ta vras. Pra këto gjëra ndodhin. Kështu që vendoset hik. Pyetja e fundit. Kur të gjithë shqiptarët shkonin në Evropë, ti pse erdhe në Turqi? Pyetje me vend. Që shumë vetë më bëjnë këtë pyetje. Pse në Turqi? Edhe mu jam të më pyet, pse ki erdhë këtu? Çfarë punë ke këtu? Pse e ke ve fotografinë të Tyrkit? S'marrim vesh, duhet me fol me kallëzu. Vendosja ime për të ardhur në Turqi është bërë momentale. Në atë kohë unë vazhdoja të punoja në kopshtin e fushkrujes, pra në shkollën parashkollore, siç është në turqisht, në kopshtin e fëmijëve, dhe kisha një nxënëse. Nxënësja, pra fëmija i vogël, kishte prindërit e saj që kishin ardhur dhe jetuar në Turqi. Dhe ajo patjetër që kishte lindur në Turqi, dhe vjen i ati dhe ema saj dhe thonë që ne kemi ardhur të marrim vajzën sepse ne do shkojmë në Turqi, do kthehemi përsëri në Turqi. Dhe në këtë moment më shkrep pyetja dhe bindja që a mund të shkoj dhonë në Turqi, sepse më duhej patjetër në këtë moment të largohesha nga Shqipëria, se po jetoja ko shumë të vështira nga të gjitha anët. Dhe i thash po, a mund të vijon në Turqi? Tha, a ke pasaport? I thash jo. A ke lek? Jo. E po, si mund të vish në Turqi? I thash, unë e nxjerr pasaportën, e nxjerr lekun, e nxjerr dhe vizën, po të vi në Turqi, a mund të jetoj në Turqi dhe çfarë kushtesh mund të kem në Turqi? Unë mendoja se në Turqi në atë kohë nuk ka shqiptar. Doja të shkoja në një vend ku nuk ka shqiptar. Doja të largohesh nga shqiptarët dhe kur kam hikur nga Shqipëria, kam marrë me atë mendje që kur në jetën time nuk dua të flas shqip më. Nuk dua të kujtoj asgjë për Shqipërinë, sepse po kaloja kohët maksimum të vështira. Që ishin dy rrugë, vdekje, jetë. Dhe jeta ishte që të largohesh në atë moment nga Shqipëria. Kështu që më tha, po atje tha mund të punosh, mund të gjejmë punë, çfarë pune mund të bëj, mund të shohësh një plak, mund të punosh në fabrikë, për këto Turqia ndihmon shumë njerëzit që vinë dhe nuk është problem. Po të vjen në Turqi thasha, më kthejnë më mbrapsht? Jo, nuk të kthejnë, se të sigurojmë një familje dhe ato familjet mund të punojsh. Dakor, po i thash, unë qofta se vion do vi me 2 fëmijë, kështu që unë fëmijët si do mund t'i shikoj. Po të gjesh një plak për me pa edhe fëmijët aty të ajo shtëpi mund t'i mash, më tha. Kjo më erdhi diçka shumë, çfarë të them, si një dhuratë prej Zotit. Kështu që i thash, dakor, kur do hikni? Jo, tha ne do shkojmë javën që vjen. I thash, po a mund të më merrni mua me vete? A mund të më siguroni punën? Po tha, duhet bësh pagesë. Thashun pagesën ta bëj. Sa lek duhet, nuk është problem. Dakor. Kështu që një natë para se të nisem, merr në telefon vllai im, qofti Rahmetit. Edhe i thamun që nesër do hikim në Turqi. Thamun ç'pun ke në Turqi ti? Pse të shkon në Turqi? Tha, nuk do shkosh në Turqi, tha, ç'pun ke rrugëve të botës, do të thotë mileti doli motra e Sadriut, mori rrugë të botës, shkoi rrugëve. I thash, unë nuk mundem me ndet më këtu, unë e kam marr pasaportën, e kam marr vizën, e kam marr biletën, unë nesër nisem për Turqi, po të lajmëroj ta dish se mos thush pse nuk më tregove. Atëherë mërzit shumë, tha mos hik viun të marr, shkojmë në Itali, hajde në Itali, do mu largu nga Shqipëria. I thashun jo, unë do të shkoj në Turqi. E kam vendos edhe kur nuk kthehem më mbrapsht, nuk du të shkoj ku kam farefis, ku kam shqiptar, du të shkoj atje ku nuk njoh asnjëri. Nuk du të dëgjoj zosh shqiptari më. Babën tim e lash të vdek në krevat, nënën tim e lash cop, mora rrugët e marrë kujes, si themi ne në Shqip, se po shkoj në një vend ku nuk di me fol, ku nuk di asgjë, nuk di ç'më pret, mbase do vdes, mbase do ngel rrugëve, mbase do shitem rrugëve, gjithçka mund të priste. Duhet të hidhja një hap të paktën juve t'ju shpëtoja nga kjo gjendje, kështu që hyp në makinë. Edhe mund të them që deri në kufi kemi ardhur me pistoleta mbres. Pastaj kalu në Bullgari. Në Bullgari kemi ardhur në 6 të mëngjesit, ku na u desh të prisim deri në 6 të darkës, se nuk ishte autobus për Turqi. Kështu që morëm autobusin tjetër nga Bullgaria erdhëm në Turqi, që kur kam arrit në Turqi, kur jam zbrit në Topkapı, në Ulubatlı, kam rënë tokë edhe kam pudh venin dhe i kam thonë, "No Turqi, nuk të njoh, nuk të di. As gjuhën s'ta di, as kulturën s'ta di, as njëri nuk kam këtu. Jam dorëzu tek ti. Më mbro mu si ti është nëna ime, mu me fëmijët e mi mos na le që të më ndodhë një e keqe në jetën time." Kështu që ishte hapi im i parë në Turqi dhe kështu erdha në Turqi.
Po të flas për ardhin në Turqi, patjetër që duhet një kohë e gjatë, sepse në Turqi patjetër që prisnin shumë gjëra të tjera, shumë dhimbje të tjera. Do ngelja mes rrugës, me ditë pa ngrënë papir, do të ngelsha e braktisme, do të humbja gjithçka që kisha sjell me vete, do të shkosha në një cep xhamie të ulë, ju lut Zotit, o Zot merr jetën me shpirtin, po shpëto fëmijët e mi, mos me gjej gjë, do të jetosha disa mrekulli që as kërkush në jetë nuk i ka jetuar, që më kanë dërguar të besoj te një fuqi hujnore që mund të ma vej dorën gjithmonë, pra kur flas fuqi hujnore, edhe të një fuqi e plot fuqishme që mu gjithmonë më ka prek në dorë. Patjetër që këtu dikush më doli për krah, po në këtë video s'du ta përmend atë, por një video tjetër patjetër, sepse edhe në programet e mia televizive shumë herë kam theksuar dhe më ato do ta bëj një program që më ka shpëtu jetën mu edhe juve, më është bo vlla, më është bo bab, më është bo daj, më është bo xhaxha, më është bo gjithçka. Pse kam vesh dur të shkurtra, jam sulmu nga njerëzit e mbyll, nga një pjesë, nuk mund të them për gjithë, mos keq kuptohet, sepse nuk është gjithë Turqia kjo, po ka qenë edhe ato të cilët i thojnë vetes jemi haxhi, kemi shku në Mekë edhe vishen me rroba të zeza, edhe pse kam pas dorën në shkurtër, më kanë thënë nga mrapa prostituta, edhe këto i kam kalu në Turqi, por prap kam thonë o Zot s'ka gjë, vjen në ditë që gjithçka do të kaloj, dhe kështu që i kam bërë vend vetes, por çdo fatkeqësi në jetën time ka qenë një derë e madhe për mua. Më ka sjell në mirësi mrapa. Prandaj çdo gjë që kam kaluar në jetën time, çdo fatkeqësi, çdo dhimbje, unë gjithmonë kam thonë faleminderit. Mirë që e kam jetu, sepse Në kur isha unë kalama, e një mësusja ime nuk ishte të më folë me mu se unë isha shqiptar. Po tashti ishin mi vetë janë të më pa mu e në mdonë shumë. Neyse burayı Türkçe söyleyeyim zaten Türklere hitap ediyorum burada. Soruyorsunuz ya sürekli ya Türkiye'yi niye bu kadar seviyorsun veya niye tarih videolarına bu kadar taktın, Atatürk'ü niye bu kadar seviyorsun vesaire. Bunu anlama şansınız yok çünkü siz kendi ülkenizden gitmek zorunda kalmadınız. Kendi toprağınızda, vatanınızda rahat bir şekilde büyüdünüz. Benim öyle bir şansım olmadı. Ben ülkemde yaşasaydım belki şu anda çoktan ölmüş olacaktım. Dolayısıyla bize ev sahipliği yapan ülke burası oldu. Burada büyüdük, burada okula gittik, burada askerlik yaptım gönüllü olarak ki yapmayabilirdim. Ve burayı kendi vatanım belledim. Bu yüzden de burada rahat rahat büyüyen ve bu ülkenin kıymetini bilmeyen, kendini akıllı zanneden insanların oturup da tarihine sürekli çamur atması, Atatürk'e veya buradaki modernliğe, buradaki laikliğe sürekli burun kıvırması hoşuma gitmiyor. Millet biraz elindekinin kıymetini bilsin diye özellikle tarih videoları çekiyorum. Annem de özellikle sürekli Türkiye'yi Arnavutluğa tanıtıyor. Aramızdaki bağlantıları daha iyi kuralım istiyor. Çünkü yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Belki Arnavutluk yine kötü bir durumda olur. Başka Arnavutların buraya gelmesi gerekir. Daha rahat gelsinler. Burayı bilsinler. Çünkü annemin zamanında kimse bir şey bilmiyordu. Ya da hiç belli olmaz. Umarım öyle bir şeyle karşılaşmayız ama Türkiye'de durumlar kötü olursa kardeşimiz olan bölge Balkan bölgesi olacak. Arap bölgeleri olmayacak. Bu konuda duyarlı olmak lazım, akıllı olmak lazım. Çok da kesmeyeyim çünkü çoğunlukla şu anda Arnavutlar izliyor. Mundesh me fol prapë ne do të mbaroj. Pra kjo ishte një fillim jete i ri, ku patjetër që këtu më prisë një vdekje tjetër mu bashkë me ju. Këto do të kaloj shumë të shkurtëra. Siç theksova, patjetër që kisha edhe disa paragjykime nga njerëz të ndryshëm që shumë më prekën në zemër, por karakteri im, veprimtaria ime, puna ime dhe mbajtja e kokës time lart dhe kurrë nuk ju përshtat atyre njerëzve që donin të më tërhiqin nga vetja e vet, unë thash jam kjo, do të më pranoni si kjo. Unë nuk i përshtatem asnjëriu, ju do të më përshtatni mua sepse unë e di kush jam, nuk kam nevojë të më thoni ju kush jeni. Kështu që erdhi koha kur ato njerëz e panë realitetin dhe më dolën krah. Ato që më thonin prostituta me dur të shkurtra, ka qenë ajo i cila e kam lëvë një fshat të tërë me njerëz edhe ka shku të dera e qeverisë duke kërkuar të drejtë në vendbanimit tim këto. Pra, mund të them këto se në ditët e para patjetër ka qenë vështirë, por me kalimin e kohës, kampanje ngrohtësi aq të madhe, kampanje miqësi aq të madhe, kampanje dashuri kaq të madhe, nga ato njerëz që sot mund t'i themi fshatar, mund t'i themi të paditur, mund t'i themi njerëz pa far kulture, nga ato un kam parë miqësinë, dashurinë, kam parë dashurinë në njëne, kam parë gjithçka. Dhe patjetër që koha do kalonte, do të përjetonim situatën më të rëndë siç ishte tërmeti, ku do të ngelim në ngërmidhat e pallatit 7 katësh, ku
kjo fatkeqësi prap do të më hapte rrugët e jetës, sepse unë jam kërkuese dhe nuk pres asgjë gati nga askush, ku përsëri me thonjtë e mia, me gishtat e mia, me kërkimet e mia, me vullnetin tim, vazhdova të hap rrugët e jetës time, ku më dërguan sot që të jem Mimoza Elezi ajo që jam. Me kalimin e viteve që e mësova që ka shumë shqiptarë në Turqi, ka miliona shqiptarë në Turqi, më shu edhe urrejtja edhe dhimbja që kalova në vitet 97 edhe braktisa vendit tim erdha këtu dhe vazhdova të kuptoj më tepër emigrantët, ato emigrantë të vjetër shqiptar të cilët u detyruan të lanë vendin e tyre, u masakruan nga fuqi të ndryshme slave, u pren të gjallë, u djegën për së gjalli dhe morën rrugën e Turqisë dhe sot mbi 120 vjet, mbi 150 vjet që janë në Turqi, flasin shumë bukur gjuhën shqipe, edhe ndihen krenar që janë shqiptar, edhe patjetër që Turqinë e duan si mëmëdheu i tyre e dytë. Pra kjo është një mos e vërtet, të gjithë mund të shurtojnë, por unë them ato që është, ato që po jetoj. Pra besoj që mjafton për kaq. Sanırım bu kadar yeterlidir. Yeterli. Zaten Türkiye'de yaşananlar, ilk dönemler, deprem vesaire senin burada yaptığın işler, bunları başka bir videoda Çok belki uzun ister konuşuruz. çünkü. Beni de merak ediyorlar ne yaptım ne ettim, belki bunları konuşuruz. Şimdilik yeterince konuştuk. Kina Folmiaft. Bitirmek lazım. Tekrardan annemin kanalında çok yaşlı insanlarla, bizim gördüğümüzden daha kötü şeyleri gören insanlarla röportajlar yapıldığını hatırlatayım. Bu röportajların Arnavutluk devlet kanallarında yayınlandığını, yani resmi işler olduğunu hatırlatayım. Merak edenler daha fazla bilgi için izleyebilirler. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Ben Mimoza Elezi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.